Zoti Konjuf që të mungoj një fjalë të paktën për luftimin e korrupsionit. Nuk e pa të fare në fjallor, nështë nuk ka nevoj mos o luftu këtë korrupsioni, ose nuk ka nevoj me luftu se tash në pushtetin e ju, apo nuk e di, po një fjallë nuk e pate. Ashtë një, besot të nove menen, nuk në kja fjallimin se e kësha analizu ma shumë, po të nove menen nuk e përmenen njëherë fjallën korrupsion, lufta kundër korrupsionit. Ata kanë dalu në i kush, a vetë e ke harru, nështë e ke harru. Kolegë, po du me u këthyte ajo që është merën shi. Unë e di se ka një marveshje, një komplot, një situatë që duhet me shku me datën 28 tetor me votu, e do të rritemi. Se 28 në vjen diaspora, e ne ja u kalzojmë vendin kësaj opozitës, e kështu me radhë. Nuk mendoj se kjo logjik o shumë reale. Unë mendoj që është më mirë me i kalkulue këto zhvillime. Për shembull, unë besani isha një mirë me më thënë kryetari vetë vendosjes në këtë parlament o hub shumë kohë ju kërkoj falje. Për një pjesë mbajmë përgjegjësinë, për një pjesë jo. Ideja se shirimi i Veriut ka ndodhur me ju lusë shqyrtone pak. Regjia, ja është të një fjallin një lutëm. Kjera po që po të tëmë kryetar. Ju lutëm, Veriu është jo breng, po çështja jona. Ju i dini qëndrimet e mia lidhur me tërësinë territoriale të Kosovës, edhe me integrimin e sundimin e rënd dhe ligjit në atë zonë. Nuk ka ndryshuar asnjëherë, nuk ndryshojnë psini ju në pushtet, nuk mërzit në apej suksesit të Kosovës në Veri, ajo që më ka shqetësu çdo herë, për ja bëjnë një llogaridhani, se tash ju po shkoni në opozit, që Veria e re po vjen, ju siguroj që kemi me forcu rendin dhe ligjin në Veri edhe më shumë. Faleminderit.